Ish përfaqësuesit e organeve tona të sigurisë duhet të tregojnë një kujdes të veçantë kur kalojnë nëpër Serbi. Si zakonisht, Ministria e Punëve të Jashtme, respektivisht përfaqësuesi i Republikës Kosovës në Beograd, është interesuar menjëherë pranë organeve serbe për të konstatuar a janë të vërteta lajmet. Kemi informuar edhe në Kosovë edhe në Beograd misionet e huaja diplomatike, kemi kërkuar ndihmën e tyre, kemi kërkuar qartësi dhe shpresojmë që çështja mundësisht sot të sqarohet, pra ai mos mbahet fare për 48 orë, por më lejoni që të bëj edhe një herë thirrje për një kujdes të veçantë për të gjithë ata që tani që po afrohet vera kalojnë nga Serbia, për shkak se rastet e ndalesave të arbitrare dhe të paarsyeshme janë shtuar gjatë muajve dhe viteve të fundit dhe prandaj nevojitet një kujdes i posaçëm, sidomos përfaqësuesit ose ish përfaqësuesit e organeve tona të sigurisë duhet të tregojnë një kujdes të veçantë kur kalojnë nëpër Serbi.